Galojmë me gazetaren Djamila Leka, kolegën time që ndodhet në qarkun e Fierit. Më herët ka shkuar zëvendës kryeministrja e cila ka votuar dhe ka dhënë një mesazh për votuesit. Zonja Balluku ka bërë apel që të votojnë, të marrin të gjithë, le të themi, të jenë pjesëmarrës në këtë zgjedhje dhe të shprehin vullnetin e tyre të lirë. Për më shumë, Djamila, si është situata në Fier? Të përshëndes, Elizabeta, aktualisht ndoshta ditën e djeshme mund të ishte një heshtje zgjedhore, por kjo fash orari mund ta konsiderojmë në mënyrë figurative si një heshtje votuesish apo një qetësim i tyre, sepse është vetë i tillë kjo fash orari që në çdo zgjedhje që ne kemi raportuar edhe më parë, është pikërisht kjo fash ka një qetësi për sa i përket si votuesve, por edhe të gjithë qendrave të votimit. Por për të ndalur në rezultatet e fundit qarku të Fierit, tashmë ato pak tensione të cilat mund të kenë pasur, se në përgjithësi ka vijuar një proces i qetë, nëse mund ta konsiderojmë të tillë krahasuar me sharqe të tjera, por ato pak tensione që kanë ndodhur gjatë paradites, le të themi, tashmë janë sheshuar dhe për të ndalur nga të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbi pjesëmarrjen, rezultati i 389 qendrave të votimit të cilat janë raportuar është rreth 31.2% e pjesëmarrjes në qarkun e Fierit nga totali 587 qendrave të votimit që vetë ky qark ka. Por nga informacionet paraprake të drejtorisë së policisë në lidhje me ato pak incidente që kanë ndodhur në Lushnjë kryesisht, aktualisht është situatë e qetë, nuk ka të shoqëruar ende, janë në proces hetimi dhe ku një incidenti ndodhur në Karbunar të Lushnjës, kemi bërë një zëvendësim të antarit të komisionit të KZAZ-s në Karbunar të zotit Aranit Bicolli nga vajza e tij Amarda Bicolli dhe aktualisht jemi në proces hetimi, por më vonë do të dalim në një deklaratë konkrete. A vlen për të theksuar fakti që në këtë qendër votimi ku ne ndodhemi aktualisht votoi dhe zëvendës kryeministrja Njerësh, e cila është dhe drejtuese e qarkut të Fierit, ku dha mesazhe për sa i përket situatës në këtë qark. Nga ana tjetër, një mesazh i cili ishte me shumë vlerë nga ana saj ishte për të rinjtë të cilët votojnë për herë të parë, ku bëri thirrje që të marrin pjesë në procesin e votimit dhe të japin kontributin e tyre në këtë zgjedhje parlamentare përmes votës, e cila është një drejt dhe është një obligim qytetar, dhe për aq kohë sa ata janë në kohën e duhur dhe në moshën për të votuar, duhet të marrin pjesë në këtë proces për të dalë në rezultate sa më të larta dhe më të arrira nga i gjithë ky proces. Në fakt doja të theksoja dhe diçka tjetër për sa i përket situatës drejtësisë. Kemi prezencë të prokurorit të posaçëm Sotir Klapi, i cili është shoqëruar nga agent të BKH-s dhe nga oficerë të policisë së Fierit dhe kanë realizuar disa vëzhgime në disa zona të nxehta të Fierit, kryesisht edhe në zonën e Roskovecit. Kjo për shkak edhe të sheshimit të gjithë tensioneve apo të konflikteve që mund të kenë pasur deri diku, sepse është e pritshme për aq kohë sa bëhet fjalë për garë, për aq kohë sa kemi kandidat dhe janë të pranishme dhe incidentet. Por nga ana tjetër, kemi prezencë të prokurorës Spaku Doloreza Muzapelliu ndjes në qarkun e Fierit, e cila ka qenë shoqëruar dhe me prokurorin e posaçëm Sotir Klapi, por deri më tani nuk janë vritur shkelje nga ana e tyre, edhe pse kanë dalë në terren për të bërë ato kontrollet e duhura, por nga ana tjetër për të ndëshkuar nëse mund të kemi dhe krime zgjedhore, gjë e cila deri më tani nuk ka rezultuar. Shohim një prezencë më të ulur aktualisht në qendrën e votimit ku ndodhem pranë shkollës Janaq Kilica. Ka një prezencë më të ulur të votuesve dhe të zgjedhësve, siç unë e theksova, por kjo është pjesë e fashës, pasi është pjesa e drekës ku deri diku tempi i votuesve apo i zgjedhësve që vinë për të votuar ulet. Ne mund të jemi rreth 4 orë nga
afati përfundimtar i procesit të votimit, pasi në orën 19:00 ne do të kemi një mbyllje të qendrave të votimit, por edhe të procesit të votimit. Pra mund themi që situata është e qetë, procesi zgjedhor ecë normalisht, çfarë ka pasur incidente janë sheshuar, le të themi përfaqësues të SPAK janë aty për të siguruar që mos ndodhin krime zgjedhore dhe deri më tani le të shpresojmë që të jetë një proces i qetë në vazhdim. Megjithëse pjesëmarrja dhe në Fier është pak më e ulët se në zgjedhjet e 2021, ku ka qenë diku te 35.46% deri në orën 14:00. Por shpresojmë që të rikuperohet në vijim ndoshta? Në fakt edhe pjesa e pjesëmarrjes është vënë re që ka një prezencë të ulur, kjo edhe nga komunikimet që ne kemi pasur dhe me qytetarët të cilët bëjnë krahasimet me zgjedhjet e kaluara, qofshin ato parlamentare apo lokale, por shpresojmë që në këto 4 orë të fundit ndonjëherë Ka ndonjë arsye që japin mund të qytetarët? rrisin rezultatet, kjo mbetet. Ka ndonjë arsye që jepet nga qytetarët? Në fakt nuk kanë shprehur arsye, sepse thjesht e kanë pohuar faktin e prezencës së ulët, por ende nuk e kemi një konfirmim se është kjo prezencë e ulët, ndoshta kjo do vihet re dhe në afatin përfundimtar të votimit. Qartë, siç e tha dhe zëvendës kryeministrja, shpresojmë qytetarët të marrin angazhimin e tyre dhe të shprehin vullnetin e tyre me votë. Është një ditë ku askush nuk duhet ta humbasi të drejtën që u jepet për të votuar. Djamila, të falenderoj shumë për informacionet që na sollën në studio.